Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt, si çdo mesditë jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe njëkohësisht për teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë, por dhe të televizionit News 24, për gjithë udhëtarët jemi live edhe në radio News 24. Ditën e sotme rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet drejt për së drejti në këtë studio. Do të ndalojmë ditën e sotme në një nga ngjarjet më të rënda që është shënuar vitin e kaluar në 2024, pikërisht me datën 9 tetor në Kasertat e Italisë, është ekzekutuar një vajzë 24 vjeçare, nën e 2 djemve të mitur 4 dhe 6 vjeç, nga ana e bashortit të saj Lulzim Toçit. Në fakt, të dyja familjet, si nëna dhe babai i Leonorës, ashtu edhe prindrit e Lulzim Toçit, kanë qenë pjesëtar të studios emisionit Me Zemër të Hapur në momentet e para që ka ndodhur kjo ngjarje. Menjëherë pas ngjarjes, familja e Lulzim Toçit e autorit që shkaktoi gjithë këtë tragjedi kanë kërkuar her pas here të bëhen pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur, madje kanë telefonuar edhe familjarë të tjerë të Lulzim Toçit, të cilët ndodhen në Itali, për të bërë pjesë e kësaj studioje, sepse ata kërkojnë fëmijët e mitur 4 dhe 6 vjeç, 2 djemë të cilët sot janë në mbrojtje të shtetit italian. Por më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Rikthehemi në transmetim të Drejt për Drejt me zotin Xhelal Toçi, se çfarë ka ai si gjysh i 2 fëmijëve të mitur për të thënë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, si ka bërë ai takime apo jo me të birin në Itali, sepse telefonatat e zotit Xhelal vinin nga Italia së bashku me dhëndrin e tij. Të gjitha këto do t'ju njohim vetëm pas pak në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, menjëherë pas materialit të përgatitur nga ne. Vetëm pak muaj më parë në emisionin Me Zemër të Hapur, u trajtua rasti i vrasjes së Eleonora Toçit në Itali nga bashorti i saj Lulzim Toçi. Familja e autorit të krimit u mori asaj kohe në mbrojtje nga policia për shkak të frikës nga hakmarrja. Prindrit e autorit Lulzim Toçi u shprehen në mision asaj kohe se djali i tyre vuante nga depresioni dhe kishte një vit që merrte ilaçe. Sipas tyre, Lulzim Toçi ndryshoi sjellje dhe u bë agresiv në momentin që mjekët ja kanë ndryshuar ilaçet. Ne I kemi kërkuar, u shprehen ata që të rinë në Dibër, por vendosën që të iknin. Pas kaq muajsh nga ngjarja ditën e sotme ka mbritur në studio babai Lulzim Toçit, I cili u shpreh se nuk ka asnjë njoftim për fëmijët e djalit, se ku ndodhen dhe si janë. Ndër të tjera I rrëfen se nuk kanë asnjë informacion se çfarë po bëhet edhe me Lulzimin, I cili sipas tyre vuan nga probleme të shëndetit mendor. Ndiqni rrëfimin. Menjëherë pas tragjedisë 9 tetorit të 2024, familja e Lulzim Toçit në Dibër u mor në mbrojtje, ashtu siç shprehet edhe kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur në kronikën e saj Anila Akmataj, u mor në mbrojtje nga policia, sepse familja e Leonorës çoi një lajm drejt për së drejti në media, një prej të cilave ishim edhe ne nëpërmjet kolegut ton pikërisht në zonën e Dibrës, Enver Doçi, që gjakun e vajzës së tyre nuk do ta linim pa marr. Gjithsesi, se çfarë ka ndodhur në gjithë të kohë, pse familja e Lulzim Toçit nuk ka asnjë informacion për 2 fëmijët e Lulzimit dhe të Leonorës, 2 djemë të moshës 4 dhe 6 vjeç, të cilët kanë qenë edhe protagonistë të ngjarjes së rëndë. Me sa duket shteti italian që funksionon, punojësit social, të paktën një nga të metat më të mëdha që ne kemi në Shqipëri, që menjëherë institucioni I punojësit social nuk funksionon në Shqipëri kur ka tragjedi të tilla, ka funksionuar në shtetin italian. Fillimisht fëmijët kanë qëndruar me nusën e xhaxhait, të cilët e kanë telefonuar live dhe drejt për drejt, ku ishte trupi I nënës tyre, pasi Lulzim Toçi kishte kryer krimin. Menjëherë nusja e xhaxhait ka kuptuar që bëhej fjalë fillimisht për një shaka, kur ka shkuar dhe ka parë 2 djemë dhe çfarë kishte ndodhur, menjëherë ka marrë masat e saj dhe fillimisht ka qenë ajo që është përkujdesur për fëmijët. Megjithatë, fëmijët me sa duket në mbrojtje të shtetit
shtetit italian kanë rrëfyer gjithçka nga ajo natë e 9 tetorit, duke u gdhirë data 9 tetor, se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, diku rreth orës 3 të mëngjesit, dhe fëmijët sot janë në monitorimin e tyre. Por familja e Lulzim Toçit nuk e di nëse edhe familja e Leonorës ka kërkuar që fëmijët të vinë në Shqipëri, të rrinë me familjen e nënës tyre, por në këtë studio ka mbritur pikërisht zoti Xhelal Toçi, 64 vjeçar, me mua në studio. Përshëndetje zoti Xhelal. Përshëndetje. Unë të falenderoj se në ato momente të para që ndodhi tragjedia, ku gjithë buja mediatike ndoshta ju ka përlyer edhe ju si baba i autorit të asaj ngjarje i Lulzimit, duke pasur një lumë komentesh negative, ndoshta jeni ndjerë edhe keq për shkak të vrullit mediatik dhe përhapjes së lajmit, komentet negative ka shijush, plaga e familjes së Leonorës, sidomos të prindërve të saj drejtuar juve, edhe nëpërmjet intervistave me kolegun ton, zotin Enver Doçi, ata thanë që her pas here ne gjakun e vajzës nuk ja falim, ne kemi folur për një problematik dhe një rast që vrasja e Leonorës të paktën duhet ishte parandaluar, si nga ju, si nga familja e saj, por edhe nga autoritetet. Pra, jemi pak të gjithë fajtor për vdekjen e Leonorës, duke filluar edhe ne mediatikisht e pranojmë fajin ton, apo jo. Pak ju, pak Lulzimi, pak familja e Leonorës, pak vetë Leonora, pak ne që duhet flasim akoma dhe më shumë në mbrojtjet e grave, mund të ishte e parandaluar i gjithë ky krim. Do kthehem pas pak tek ty, sepse përballë të ditën e sotme kam nderin dhe kënaqësinë të kem avokatin Arben Sina. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Me një përvojë të gjatë në fushën e avokatisë, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri. Në Shqipëri ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, pjesëmarrës edhe i gjykatës së arbitrazhit, një mori institucionesh krijuar nga zotin Due Pietra, apo jo. Faleminderit Beni që je me mua në studio. Faleminderit juve. Besoj një prezantimi gjatë, por sot nuk je vetëm si avokat dhe i përfshirë në të gjitha këto institucione që unë përmenda, por një përvojë të gjatë avokatie ju e keni dhe në shtetin italian, prandaj je këtu sot, sepse shteti italian, ndryshe nga Shqipëria në raste të tilla, ka marrë në mbrojtje 2 djemt, 4 edhe 6 vjeç të autorit, por edhe të viktimës, ato kanë qenë prezent në momentin që babai ka mbytur nënën e tyre, apo jo? Ashtu siç është e drejtë, shteti italian, me fjalë çdo lloj shteti do të merresh, një fëmijë do të kalojë në një vend të kujdesshëm, një vend të përshtatshëm, sepse në këtë mes, sido që ka qenë në historia, sido që ka ndodhur ngjarja, me fjalë shumë e dhimbshme, por tani shikohet vetëm e mira e fëmijëve. Me fjalë çdo lloj drejtimi do të parë vetëm në atë pikë vështrim. Si nga familja e viktimës, si nga familja e babait të fëmijëve, të shikohet në atë këndvështrim. Normalisht që marrëdhëniet midis fëmijëve dhe familjes së tyre të origjinës nuk humbasin, do vazhdojnë, do të jenë, në qoftë se këto familje do shikohen të përshtatshme nga gjykata dei minori, nga gjykata e fëmijëve në Itali, që njëra nga të afërmit e tij, për shembull Xhaxhai ose nga dajot ose gjyshret vetë, në qoftë se kanë mundësinë që t'i rrisin, t'i edukojnë, t'i japin mundësi fëmijëve, mund të marrën ata kujdestarinë e fëmijës, por kjo normalisht do të kalojë për një kohë, jo relativisht, jo shumë të gjatë, por me fjalë minoritarimin e këtyre familjeve dhe të fëmijëve se si e kanë rikuperuar apo jo veten e tyre. Mirë, ti ke interpretuar ligjin se si funksionon në Itali dhe çfarë ka ndodhur në rastin konkret? Edhe në Shqipëri teorikisht. Mirë, teorikisht, se praktikisht ne dimë se sa janë punonjësit social, edhe të drejtë me familjet shqiptare janë të parashikuar këto. Dhe me gjithë dashamirësinë apo me gjithë respektin për profesionin e tyre. Ama punonjës social të cilët rrinë në zyrat e tyre dhe presin të shkojë qytetari dhe kur shkon qytetari nuk marrin asnjë mbështetje nga punonjësit social, vetëm në Shqipëri ndodh, sepse ti e di shumë mirë se si punojnë në 24, 7, 365 ditët e vitit në Itali punonjësit social, apo jo? Punonjësit social do të jenë prezente dhe ndonjëherë bën edhe probleme për familje, sepse të ndryhynja nuk lejojnë edhe për gjëra të vogla bën të mëdha. Ti e di se si shkon punonjësit social e troket der më der. Në Itali aty ku ka probleme, në orën 1 të natës, 3 të mëngjesit. Po morë një senjal të rrim përsipër.
Po, edhe ku nuk marrin sinjale, E them këtë për ta kuptuar rolin e punojësit social, se edhe kur një njeri kërkon të celebrohet me një shtetase apo shtetas italian, shtetasit shqiptar, punojësi social shkon dhe verifikon shumë ditë në mënyrë të beft, a jeton çifti bashk apo jo, sepse dihet që në Itali dhe jo vetëm. Ajo është për një diçka për falsifikim martese. Po, pra, për falsifikime. Por edhe në këtë rast falsifikimi, punojësi social familja është në qendër të shoqërisë dhe kështu do të jetë. Ne me gojë themi që familja duhet të jetë bërtama e shoqërisë. Është në qendër shoqërisë familja, si nga ana zakonore, si nga ana gjene, familja gjithmonë, se shteti, familja janë dy gjëra të ngjashme që funksionojnë. Edhe pse kushtet e sotme janë larguar me thonjza, jo se nuk është në qendër familja, por shteti do ta mbajë, do qëndroj familja, se nëse familja është e rregullt e bazuar dhe shteti funksionon më mirë. Në qartë. Faleminderit Beni. Atëherë, e bëm këtë sqarim për gjithë ata që na ndjekin, sepse në situatën tuaj, zoti Xhelali, janë edhe familje të tjera shqiptare. Do doja të dija, bashkë kemi telefonuar edhe me numra Italie, ke qenë në prezencë të dhëndrit, më the? Po, që isha se... Po, mbas tragjedisë së 9 tetorit, kur vajteti në Itali? Mban mend? Jesë, mbaj mend për zotin. Kur ke qenë? Ke qenë në 2024 apo në 2025? Këtë vit. Këtë vit, në 2025. Për çfarë vajtje? Për vajta të shop, fëmijët e të shop. Fëmijët e lulëzimit apo fëmijët e tu? Se ke dhe vajzën më duket, ke edhe djalin atje, me familjet e tyre. Udhtoje shpesh përpara se të ndodhte tragjedia me Eleonorën në Itali? Ja. Nuk udhtoje shpesh? Ja. Kjo ishte hera parë që shkoje? Po, hera parë. Kjo ishte hera e parë? Po, hera parë. Si pe fëmijët e tu, vajzën edhe djalin që jeton atje, si jetonin në kaserta të Napolit? Mirë? Mirë. Mirë? I kënaqur? Po, më mirë. Ata punojnë të gjithë? Po, si mos, po. Do me thënë punojnë dhe burrat, punojnë dhe gratë aty? Po, edhe nusja e madhe. Edhe nusja. Edhe vajza jote punonte? Vajza ime punon, po. Po, punonte dhe vajza. Po fëmijët e tyre? Ja, fëmijët i kanë vogël. Shiko, ti vajte si baba i lulëzimit pikërisht aty ku ka ndodhur ngjarja. Kur e morën vesh që ti ishe baba i lulëzimit, shqiptarët e tjerë në kaserta në Napoli, si të pritën? Po, s'takova njëri unë. Si? S'takova njëri, nuk takove njëri, nuk njifje njëri. S'njifsa. Nuk u prezentove me asnjë shqiptar që të thonin që ky është baba i lulëzimit. Ja, po s'njifsa njëri. A pyete ti për lulëzimin, çfarë opinioni kishte në Itali lulëzimi? Kishte më ka qenë shtruar spitale. Ka qenë shtruar në spital. Një natë përpara ka qenë spital. Ta ishte më natë nuk se bën që vrasje. Shiko, që një natë më përpara ka qenë i shtruar në spital, ne këtë gjë e dim. Po, se kemi thënë në emisionet tona, dhe ne kemi bërë disa emisione me ju dhe me familjen e Eleonorës, edhe me ju personalisht. Do doja të dija, çfarë të kanë thënë fëmijët tuaj, djali, nusja, vajza, dhëndri, në lidhje pse spitali e nxori, se ti thua, nëse nuk do kishte dalë nga spitali 24 orë para, nuk do ishte bërë krimi. Po, ti ishte shtruar në do ishte bërë. I ka ndruar ilaçet, çfarë ka ndodhur në spital? I ka ndruar që ka shku në burg që ta që e Tiranës e ta su ilaçet, për që burg që ushnosh. Pra, edhe tani që është në burg në Itali, mjeku i Shqipërisë i ka çuar ilaçet. Po, e morën telefon që të ta shku në burg direkt. Pra, ilaçet që kishte ndërprer, ilaçet që kishte ndërprer nga Shqipëria, i ka ndërprer 24 orë përpara në spitalin në Itali. Mjekët në Itali thua ti kanë gabuar tek ato mjekime, sa ai sapo la spitalin shkoi dhe ekzekutoi Eleonorën. Po. Kurse që Itali se kanë marrë pi Itali e kanë suar në burg. E nosh djali. Pra, ti thua që djali është mirë në burg. Po, mirë. Mirë, të ndalojmë pak këtu, e takove lulëzimin? Po. Çfarë tha? S'ma të menzion. Shta e ka ra me një fëmijë, tha fëmijët e kumë këtë vlaj. Po, e tha, se së li thosh atë e... Pra, i nuk dinte që kishte ekzekutuar Eleonorën? Jo. Po nuk e pyeste vetëm pse ishte në burg? Nuk ka treguar dikush? Jo, se di. As ti nuk i tregove që ke vrarë Eleonorën? Ja, së li thash. Nuk i thoje? Po, dëfte i drejtët, da se la gjithë. Po djali juaj, vajza juaj, motra dhe vllai i lulëzimit, nuk i kanë treguar? Kur ka shku s'ta e vacimot, nuk si la thonë. Si, edhe njerë ngre pak zërin, të lutem? Kur ka shku vacimot, i la thonë, s'ta hem duk. Pra, kur ka vajtur djali i madh, i ka treguar që ke vrarë Eleonorën. Po. Çfarë i kishte thënë djalit tënd? Po, jo, se di. Nuk e di, nuk mbaj mend. Gjatë takimit me ty sa zjati takimi? Një orë, më lene. Një orë. Çfarë folët në atë një orë?
Kush ishte meraku më i madh i lullëzimit? Si ishte, ta be, të kova, si hashtë një fëllit kuzhon ati jetë, një fëllë. A pyeti për fëmijët? A pyeti për fëmijët? Dhe për fëmijët, ta e kumë gëvdlaj, se që atës bëshë, a ishte gjënë karotëse. Pra, ju i keni treguar që fëmijët janë tek djali i madh. Unë i që i ka marrë shteti. Po, djali i madh du që i ta thonë se i ka marrë shteti. Unë gjë, së li thash. Unë të stej drejt. Gjatë kësaj kohe që ju keni qëndruar, sa qëndrove në Itali? Po 5 ditë. 5 ditë. Në këto 5 ditë, takove lullëzimin, ndonjë me fëmijët, u çmalle, i pesi si jetonin ata aty. Ti ke kërkuar takosh edhe fëmijët e lullëzimit. E takove avokatin? Po, e di që më ke telefonuar. E takove avokatin? Ja, së këmë ta. Ti isha gjuhë a gjithë? Nuk di e gjuhën, jo, në prezencë të fëmijëve të tu. E takove? Ja. Ky avokat, çfarë i ka thënë djalit tënde dhe vajzës tënde? Po ti avokat ka thonë, po të vitë në Itali, i merë. Kush po të vi? Baba, ju, Zoti Xhelal. Unë s'ku mësi me shkua gjë një vit, se do të resh një vit a gjatë, 6 muaj, sa s'gjasin të letrat. Po di u shteti, unë s'ku mësi se u ku më shpijat vetër tu, lëtë vetër le. Pra, në qoftë se ti do shkoje atje 3 muaj ose 6 muaj për qëndruar në Itali, ta bëje kërkesën si gjysh, kishe të drejtë për t'i marrë... Po, shoj ta thonë avokati. Me dhafet gjellit jo, nuk jam... Po në s'ku mësi me shkua gjë në Itali, u për edha. E kuptoj. A më një tërhetim tu. A mund t'i të rishni në Shqipëri apo jo? Po, që këtë? Shiko, leta rikthejmë në memorien e teleshikuesit pak edhe historikun. Eleonora së bashku me fëmijët i është bashkuar lullëzimit në Itali në muajin korrik të 2024, apo jo? Apo shtator? Shtator më duket. Gu shtator, diku gu shtator. Dhe ngjarja ka ndodhur një muaj pasi ajo kishte mbërritur në Itali. E që të kalu një muaj e gjysë. Një muaj e gjysëm që... Po. E kuptoj. Një muaj e gjysëm që kishte shkuar Eleonora ndodhi e gjithë ngjarja. Por Eleonora kishte pasur kohë që ishte ndarë me lullëzimin. Një vit kishin qëndruar të ndarë, pse? 6 muaj. 6 muaj të ndarë, pse? Po më gratër, të gjërë ishte i smunë, dilu ishte i smunë. Kush ishte i smunë? Voci. Djali, lullëzimi? Po. Flasi me emra. Lullëzimi ishte i smurë, thua ti? Po, që të bërë setat dhe i lashet tu, që e këmë shtu bërshkopi. Jo, që recetën dhe që ke shtuar në peshkopi në këtë gjë e dim. Po. Por, a ishte vallë ky shkaku që Eleonora hiku 6 muaj dhe kërkojnë ndarjen? O ti i ke parë emisionet tona? Po, pra... Akuzat janë shumë të rënda nga prindrit e Eleonorës. Po, e di, e në për mobile, që të lo thu Shahinburg, po. Dështë drejt. Por ty, në mënyrë të drejt për drejt, por edhe për bashorten tuaj. E pa knaqur e ndjera me vjerën, por edhe për ty. Po se që po e në edhem, në edhem, fjele dhe rralë majerë, dhe jeti majerë, 5 vjetë jam i edhem, jeti. Zoti Xhelal, tani, ju ishit në shpim vete. Eleonora ishte në shpim vete. Tani, lullëzimi punonte në Napoli. Itali. Po pra, po tani, kur gruaja dhe fëmijët ishin në shtëpi, që ti thua i kam ndërtuar unë ato shtëpit. Po, unë. Se unë mbaj mend të intervistën me ty. Po, Ti thua i kam ndërtuar unë ato shtëpit, lullëzimi punonte dhe gjithë parat që punonte ti dërgonte ty dhe jo Leonorës. Tani, jemi në 2025, të lutem. Nuk mundet që fëmijët tuaj të shkojnë, të punojnë, të krijojnë familje dhe janë më në shtëpi vete, ke bërë disa vila thua ti. Unë nuk i masha po edhe lullëzimi. Lullëzimi ti dërgonte ty? Jo, lullëzimi i sote për shamë të sote sa dhe bëshirët punë, po. Pra, shkaku prindrit e Leonorës ta delegojnë ty dhe sherrit që e ndjera kishte me gruan tënde. A ishte ma punëtorë si të qërë, Po mi pra, lullëzimi ishte punëtor, por ato para do dërgoheshin në shpinë e ti menaxhonte e ndjera, jo tek ty, Zoti Xhelal. Po këto me i argjëshin, si sa pare unë gjallit. Po si i bërë ato vilat që më the mua? Kam bërë 3 shtëpi, çdo fëmijë ka nga një shtëpi. Po që i ka 2 vile. 2 i ka ti. Po pra, me punën e ti janë bërë. Po jo ku punën e vetë. Jo, dakor që ke punuar edhe vetë, por edhe lullëzimi sa po e the që punonte më shumë nga gjithë. Po notë. Po pra, po pse ishte ndjerë? Pra, Leonora nuk ishte ndarë nga lullëzimi për shkaqet e problemit të shëndetit mendorse. Ju keni thënë në intervistën e parë që problemet lullëzimit i kanë filluar pas divorcit, pas largimit të Leonorës. Nuk e përballoj dot. Ne po themi për para, arsyet pse iku Leonora.
Se di ma, u gatru me to, u do i sheri. Unë gatru me lullëzimin, jo me ju. Ja, ma nesi, se pun me leje, as me mu, as me gjo, dhe ishim veçanë, u jam me një të vokël, atë kom pasra, me një të vokël, dhe janë e ka vetë pa martuar, do se dulle që shkaku e ne. Mirë, ka ndodhur që familjes e Leonorës të keni kërkuar falje? Nuk më ka lonë policia, më ka thonë te mos shkoj. Mos shko. Ka thonë. Ti mund të mos shkosh, Zoti Xhelal, po një telefon mund t'ja bësh. Po një bëjo, se është pak jashpër. Është pak e ashpër. Po ka absolutisht të drejtë. Po pa drejt, nodhi aje punë, nodhi. Që unë e ku matronë, fmit, hiqët, gjalli. Po më të rëndë nuk e ke, sepse Eleonora nuk thehet. Ata nuk do të atakojnë më vajzën e tyre. Ti lullëzimin e ke në burg. Kur dëshiron, mund të shkosh të atakosh, të të shikosh. Po që të atakojnë në burg, më hifë në burg. Më të rëndë se ato nuk e ke. Unë besoj se po, me qonë unë, po, se në burg e dëbëri 10 ditë, që do të ku dele, a e mrej unë? Leonora që nuk thehet më? Po e, a e mrej unë. Nuk ka rëndësi a e mbrin do ti, se sa do dënohet a i. A i mund të dënohet edhe me burgim të përjetshëm, edhe me 20, edhe me mjekim të detyrueshëm, ne nuk e dim se si funksionon ligji në Itali. Por, ata e kanë shumë të rëndë. Dhe nuk kanë humbur vetëm Leonorën, por kanë humbur dhe 2 fëmijët e Leonorës. Tani, ti e më i madhë se unë. Shfrytëzoj këtë studio duke parë ke kamera përballë teje, ti thuash 2 fjalë familjes së Leonorës. Shfrytëzoj këtë studio. E ke mundësin sot. A do t'i thuash diçka duke parë ke kamera përballë teje? Unë e di se ka të rënë, se fëmija, sikur vi urtu për fëmijë, e në e ka të rënë, të dy, palë, me zemër. A nuk mund të kërkosh falje në emër të lullëzimit? 100 herë që ke falje, se 100 herë. Nuk ka vë 10 pullje, ka vë një, të sulisë 4 vjesë. Po me një që këtë boga. Ti thua nuk ka qenë i vetëdijshëm në momentin që janë ndruar? Ka në qitë ato, unë nuk dizëm, dërtorët, unë jam dërtorë. E qartë. Me gjitha të gjëndje e lullëzimit në këto momente është e mirë, pas mjekimeve të mjekve shqiptar. Mirë, unë e shikoj që keni shumë të vështirë, do rikthehemi sepse do të na duhet në pjesën e 2 të flasim më shumë edhe për fëmijët. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e 2, Zoti Xhelal dua të them diçka. Me njëherë pas ngjarjes, ju morët në mbrojtje nga policia, fakt që e përmendi edhe kolegja ime, kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmata në Kronik. Ju jeni akoma në mbrojtje nga policia? Më ka thonë, i shefi timi, pra thonë për shtëzo të blemësh. Po, unë si delë për bara, s'delë për bara. Janë largë fshatrat tuaj? Ja, janë largë. Jeni largë? I hiti, ku më taku një 2 herë, pa i largë gjë i rrugën, dhe dise jo më fajë. Shiko, ne kemi ndjekur edhe fjalët që ka thënë baba i Leonorës. Ti e di që në një farë mënyre ata thonë që nuk e falim gjakun e vajzës. A ke frikë në këto momente që flasim që mund të ndodhë? Po, të vrasit, një ime në të vret, në të vrasit. Jo, ne nuk duam që kjo histori të ketë për masat të tjera. Ti veç çfarë beson? Ke frikë? Ke marrë mbrojtjen tënde si që duhet? Ja, s'ku marrë. Që ta dojë me në të vrete. Shiko, në bazë të traditës, disa njerëz të cilët e njohin edhe familjen e Leonorës, të paktën shkesi që bëri, mblesi, shkesi që bëri miku që ju bëri bashkë Leonorën edhe lullëzimin. Ti qënë të dyne. Po pra, ka shkuar në familjen e Leonorës? Jo, që vi qënë, bebe ati, më tha hajtë se unë nësë shra me një vend qeter, më tha hajtë se kumë thusën timin mashlare, e në shkova unë. Unë them pas ngjarjes, jo në fillim, jo kur jeni njohur, në fillim. Jes, timi, bota ti pisë. Shiko, pas ngjarjes, çfarë ndodhi? Kur jo, qështu jo, ka vetë. Ti pe vetëm deklaratat e familjes Leonorës edhe kaq? Je, për kaqë, së mbojnë. Po, keni disa pleq të moqëm juve, ose atë shkesin që mbriti në fillim që të thash?
S'kom njëri, për zotë s'kom. S'kom po t'i qëj. Nuk i quat një lajm? Jo, si kom që kur gjave. Po një lajm ngushëllimi, çfarë do t'ju kushtonte? Po nuk të ndjë, ma jo që i thonë, mund të atë shkosha vetë. Shiko, e di pse ja u bëj këtë pyetje, se në qoftë se ju do të kishit shkuar, ne do të kuptonim sot, në qoftë se ajo familje do t'i kërkojë fëmijët e Leonorës apo jo. Se ndoshta është edhe familja e Leonorës që kërkon djemt. Ti borë. Me gjithë shef, vetë ti morë. Kush dë? Por rrugja dhe më rrajnë. Me ti morë, me. Pra, ti thua që më mirë se sa shteti italian që i ka sot, njëri nga familjet, gjyshrit, mund të shkojë dhe të kujdesen për fëmijët të vinë në Shqipëri, jo në Itali. Jo në Itali, jo, s'kemi... Ti e di që një nga kushtet e shtetit italian është që ai që do t'i marri në kujdestari këta fëmijë të jetojnë në Itali? Yes, Dhe jo në Shqipëri? Një nga kushtet kjo është. Që kushdo që të kërkoj kujdestarin, ti e kërkon vetë, zoti Xhelal, se ti e 64 vjeç, apo djali yt. Kush e kërkon kujdestarin? Po më si t'ja apin djalit, që t'ja bëjtër të se djali, se djali e bon. A e pyet e djalin ti? Çfarë tha djali, ka bërë kërkesë që ti marri ai nipër? Jo, vërë ta bërë të se nuk ta ftaj përgjigje, se ti ta këj njerë, nuk ti bi bon men shumë. O zoti Xhelal, sa ko pas ngjarjes, pas 9 tetorit, shteti italian i mori fëmijët. Se fillimisht nusja e djalit kujdese për fëmijët. Tani, më thuaj pak, sa ko pas ngjarjes? 1 muaj i majti voci. 1 muaj i mbajti djalit? Po. Dhe pas taj, trokitën... Policia e thanë, bjeri fëmijët këtu. Bjeri fëmijët këtu. Mirë, në fakt, kur ju ishit në Itali së bashku me dhëndrin, më keni telefonuar. Unë do të tentoj ta telefonoj dhëndrin sot. Me gjitha i është e gjithë jashtë kësa historie. Ja, dhëndrit që takon. Jo, e di që nuk i takon, por të nga bërë disa sjarime që edhe avokatit japi mendimin e ti në studin e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë do mundohem ta telefonoj. Prisim pak qaste. Dhe shpresoj që dhëndri, edhe pse krye redaktoria kështë të komunikuar. A e pësirje burë, mos u zdi sa ku një unë. Sa gjata gjej. Sa vite kanë fëmijët e tu në kasertat Italisë? 10 vjetë, po. 10 vite? Po, 10, po. A kuptoj. Alo? Përshëndetje. Unë jam e Visameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur, kemi folur dhe herë tjetër bashkë dhe në studio kam zotin Xhelal Toçi. Ju jeni dhëndri i familjes, apo jo? Po. Jemi live në emision dhe do doja zotëri të dija diçka më tepër, sepse në studio kam avokatin zotin Arbensina me një përvojë të gjatë avokatie në shtetin italian, por edhe në Shqipëri. Do donim të dinim, ku janë procedurat që ju keni kërkuar, kur themi ju, kunati juaj, pra djali i Xhelalit, ka kërkuar fëmijët e lulëzimit. Në çfarë pike jemi? Tani, në konkretisht jemi në pikën që kena të kërkesë për takimin me fëmijët. Po? Dhe pas kësaj, në kanë caktuar datën që do të bëjmë para një takim me asistentën sociale të fëmijëve, me avokatën e fëmijëve. Po? Që ka vendosur shteti. Dhe pastaj do të shikojmë se si do të shkojnë punët. A mund të më thuash në ç'rrethana u morën fëmijët, se fëmijët në momentin që ndodhi ngjarja kanë qenë prezent. Pastaj kunata juaj ka shkuar, i ka marrë djemt dhe prej 1 muaji kanë qëndruar në shtëpinë e saj. Pse erdhi policia dhe i mori fëmijët? Për çfarë arsye? Jo, paka shumë kështu është, nuk është eksaktësisht kështu që është. Po, ma sqaroni ju. Atë fëmijët kam shku unë i kam marrë. Po? Të ngjarjes. Po? Pasi më kanë thirrë, po? E kam qëtë të shtëpia të kunata. Po? Që nuk dite gjanë kunata për të qa ka nobët. Po? Po? Konkretisht që ishte puna. Po? Dhe pasi kam lënë fëmijët, i fëmijët kanë netë rreth 1 muaj, 20-22 ditë. Po? Derisa është morë vendimi nga gjykata që fëmijët nuk mund t'i marrin ne për arsye që jena të ashmit ati që ka kryer krimin. Qartë. Motivi ky ka qenë, nuk është ka pas një motiv tjetër.
Qartë, gjatë kësaj kohë që nga tetori ka ndodhur ngjarja në fillim të nëntorit ose në fund të tetorit, ka ardhur policia dhe ka marrë fëmijët. Ju vetë si familjar të Lulëzimit i keni takuar ata fëmijë? Dini se çfarë po ndodh me fëmijët, ku janë fëmijët? Në momentin që janë marrë fëmijët, si s'po shpjegova, gjykati është shpreh që ne jemi ata fëmijët e aty që ka kryer krimin të Lulëzimit. Kështu. Po familja e viktimës është njoftuar në Shqipëri? Familja e Leonorës? Këtë nuk e di. Është interesuar kur, sepse gjykata italiane duhet njoftoj dhe ata nëpërmjet ambasadës. I kena njoftu se çfarë është puna. Se çka kanë bërë ato? Kë keni njoftuar? Mund ta di unë nga familja e Leonorës kë keni njoftuar? Të gjithë. Të gjithë, pra ata janë të gjithë të njoftuar nga ana juaj. Normale. A kanë shprehur dëshirë ata për t'i marrë fëmijët? Tani, me informacion që kam pas unë, me avokatin që kam vendosur unë për këtë çështje, Po, të fëmijëve, po, ka qenë në dorë ose 10 orë, nëse nuk gaboj, po, një gjyq. po, Po e quajmë gjyq, nuk është gjyq, po diçka për të vendosur se fëmijët kush mund t'i marrë. po, Dhe unë i njoftova se nëse ato u paraqitëshin, po, fëmijët mund t'i merrshin pas një farë problemi. Mi kanë mund të ndryshim poshin kërkesën që jena prindë e të ndjerës, me të rëndë. po. Dhe kjo ishte e mundur. Po, mori pjesë njëri në atë seancë gjyqësore, sepse kemi qenë në emision kur është folur për këtë seancë. Nuk morëm pjesë. Nuk morëm pjesë. Po, nuk morëm pjesë. Nuk morëm pjesë. Mirë, sipas avokatit tuaj, sa shanse kanë që fëmijët të paktën të merren në kujdestari nga ju apo nga familja e Leonorës? Tani, unë sikur natë kam bërë atë kërkesë, nëse më ka bërë kërkesë. Po, si halla e fëmijëve, po. Që të bëjmë takimin edhe të vazhdojmë çështjen. Të paktën janë mirë me shëndet? Mirë, janë unë kam folë me asistencë sociale që Po. mirë, janë nuk është se ka nëjë problem. Me kanë ndëgjura me të parën, pa shumë ka diferencë, që ne kemi insistu që t'i takojmë. A mbajnë mend të djemë diçka nga ngjarja duke qenë se kanë qenë prezent në ngjarje? Fëmijët? Po, fëmijët. Po, besoj që nuk është u ka rëndu shumë, se edhe në kur kena ndërhyrë që kena shku i kena marrë, nuk është e kena bërë ka shumë tragjike që është që ishte në sytë e tyre. E qartë. Nuk ishte mirë, e gjenë të tjilë kështu. E qartë. Megjithatë, po, do doja të dija vetëm pak, avokati juaj është italian apo shqiptar? Italian. Italian. Mirë. Ju e keni avokatin, keni besimin tek avokati, ju ka thënë fjalë të mira. Shpresojmë që fëmijët të rikthehen tek familja. Po? Fjalët avokati ka thënë të mira. Po, ka thënë edhe që duhet kohë, se këtu Po. Po nëse nuk dimostrosh se çfarë punon, çfarë tafme ke, çfarë shtëpi ke. Qartë. E thjesht puna, si që Mirë, unë të falenderoj zotri për këtë telefonatë drejt për drejt, ke sjaruar shumë gjëra, se shikoj që edhe avokati, zoti Arbensina, është i sjaruar ndryshe nga sjarimi që ka bërë vjerri juaj në studio. Falemderit dhe ju përshëndes. Falemderit. Besoj se beni jene tashmë i qartë, se çfarë ka ndodhur dhe si është situata. Tani, situata në rreth me fëmijët, do të kuptohet, do bëj një shpjegim ç'është kuptimi i familjes sipas kodit civil, si ati shqiptar dhe ati italian. Familja përbëhet nga nëna, babai, fëmijë dhe gjyshja nga dy anës, si nga nëna, si nga babai. Kjo është trungu themeltar i familjes. Të dy gjyshret, si nga ana e babai, si nga ana e nënës, kanë të drejtë që të rrinë pranë fëmijëve ose të mbajnë fëmijët nëse ata janë në gjendje shëndetësore dhe ekonomike. Po ka edhe një moshë avokat, 65 e sipër nuk mund bësh kërkesa. Në limit për shembull është Xhelali. Moshat e limitet e kuptoj, por gjykata mund ta kaloj dhe edhe moshë me limite nëse fëmijët kanë qenë me gjyshret ose gjyshret janë në gjendje shëndetësore ta mbajnë, sepse sidomos parimi gjithmonë qëndron te kjo që familja është më e shëndetshme dhe fëmia rritet më mirë në familje se sa në një institucion.
Kjo është kryesore dhe rritet më mirë në familjen e origjinës se sa në familjen adoptive ose në birësim. A duhet kishte një përfshirje edhe të ambasadës shqiptare në Rom? Tani, ambasada shqiptare për përfshirjen kësaj mund të përfshihej, sepse si përfshihet ambasada italiane për hiç gjë këtu në Shqipëri, dhe ambasada shqiptare, megjithëse është pjesë përbërëse e shtetit shqiptar, do të ishte prezent ku janë shqiptarët. Por, siç dihet, diplomacia shqiptare se ka këtë mundësi ose nuk e kanë këto të ardhura që të shkojnë të takojnë ose të interesohen. Por me para kryesore në këtë gjendje është që të dyja familjet, si nga ana e nënës dhe nga ana e babait të fëmijëve, duhet të interesohen. Duhet të jenë prezent në gjykatë, të tregojnë interesimin, se nëse nuk tregojnë interesim, normalisht edhe pikëvështrimi i gjykatës, pikëvështrimi i psikologëve, asistentëve social, të gjithë atyre të gjyqtarëve, të avukatëve që janë aty për fëmijët, për mbrojtjen e fëmijëve e tjera bien në kundërshtim me atë që duan të bëjnë. Me fjalë, dashuria duhet shprehur, jo duhet të qëndrosh në pritje. Pra, disfavori i familjarëve të Lulzim Toçit është pikërisht se ai është autori i ngjarjes. Kam zotin Mehmet Gjura drejt për drejt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zotin Mehmet, unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Kemi folur edhe herë tjetër bashkë, por ditën e sotme po flasim për fëmijët e Leonorës. Po, faleminderit, zoti urojt. Atëherë, zoti Mehmet, vitin e kaluar, diku nga nëntori apo dhjetori, sipas informacioneve që ne kemi, është zhvilluar një seancë gjyqësore ku gjykata ju ka kërkuar edhe ju, prindrit e Leonorës, të merrnit pjesë në atë seancë dhe si gjyshër të kërkonit kujdestarinë e fëmijëve. Nuk keni qenë prezent me sa informacion kam unë. Jo, nuk kemi qenë, mos u ka lëmur kush më fjalë për seancën. Nuk të ka treguar askush? Jo, sa e kjo telefonata ju e para më fjalë. E qartë, por në qoftë se do ishit në dieni, do shkonit? Më fjalë për atë fëmijë, unë bile biletët të ashtu për të rrugë më fjalë si kështë. Në qoftë se do të presi vllai i Lulzimit, dhëndri i Lulzimit, me cilin ju keni komunikime her pas here, paktën dhëndri i Lulzimit më ka treguar, Kunati më ka treguar që ka komunikuar me ju her pas here për çështjen e fëmijëve. Ja, nuk ka komunikuar me ne, se ta jenë patuta më fjalë, janë rrena. Na kemi komunikuar në atë rastin që ishte atëherë, që i patën fëmijë këtane i morën fëmijë. Pra, me dikën nga familja Toçi, ju keni telefonuar, apo jo? Me vllain, për shembull? Ja, me ata kemi pas komunikim hiqna. Nuk keni pasur komunikim fare? Ja, po, në fillim ngjarjes, po, kemi pas, nuk ka se s'kemi pas, ama të shte nuk kemi pas. Zoti Mehmet, ju e dini që fëmijët djemti ka marrë shteti italian? Po, për çfarë rast më fjalë kemi pas, deni më fjalë, për mrapa nuk kemi pas mas. A do dëshironit ju t'i kishit niprit tuaj në shtëpinë tuaj? Po dëshirosim tota, në gjaku tot, një shenja tot. Po, edhe në qoftë se shteti italian vendos që ju gjyshrit apo dikush nga familja e nënës të shkojë dhe të jetojnë në Itali me fëmijët? Po të herë fëmijëve e në shkëz. Për të jetuar flas. Për të jetuar, billa. Pra, edhe në qoftë se shteti italian thot, hajdeni këtu dhe të kujdeseni për fëmijët, të jetë në monitorimin e shtetit italian, ju jeni gatshëm të bëni gjithçka, apo jo? Po jemi gatshëm për gjithçka për fëmijëve, për shenjën e vajzës time, mi fjalë se janë shenja e vajzës. Zoti Mehmet, në qoftë se mban mend, edhe në emisionin tim, por edhe në intervistën dhënë për kolegun tim Enver Doçi, ju keni deklaruar që gjakun e vajzës nuk do ta falni. Besoj se gjërat sot kanë ndryshuar për ju, apo jo? Në gjatësi, mi fjalë njeriu mund të thotë se mos bëva kinë të që e femën. Po. Për gjithë në gjëtësi, mi fjalë mund vrasi të presë dënjana, ma unë këmë dhe të bëgletat më edhe, mi fjalë në shtetë. E kuptoj. Me gjitha të... Unë këmë lërë shtetit drejtësisë, mi fjalë. Po. Këmë lërë shtetit italian në shtetit shqiptar. Xhelal Toçi ditën e sotme të ka kërkuar, po... Nuk di jetë në ma, po zaj... Niko, më dëgjo pak, zoti Mehmet. Nuk e tim nase, kush ato mi fjalë, nuk e nem. Qartë. Për këtë moment, mi fjalë, i ku non të gradë të më e unë. Po, zoti Mehmet, më dëgjo pak.
Unë po të telefonoj nga pjesa e dytë e emisionit Me zemër të hapur për ditën e sotme, se për familjen tuaj, unë kam bërë disa emisione dhe ju keni qenë protagonist dhe personazh i këtij emisioni, kur ka ndodhur ngjarja dhe pas ngjarjes. Ditën e sotme, për herë të parë, nga studio e emisionit Me zemër të hapur, zoti Xhelal Toçi ju ka kërkuar ndjesë familjes tuaj. E pranoni ndjesën e kësaj familjeje? Jesë ka kërkuar ndjesë. Jo, ju do ta shikoni emisionin, ju do ta shikoni emisionin dhe do ta shikoni që Xhelali ka kërkuar ndjesë. Nëse ndjesën e kërkon dhe në këto momente, unë Xhelalin e kam në studio. Mund t'ju thot diçka Xhelali? Xhelali që ka kërkuar as ndjesë, as ka kërkuar që të vjetë për një kafën që ka në 8 vjetë Michel vajza me ta. Po më mirë vonë se kur, le ta bëjmë në studion e emisionit Me zemër të hapur. Jo, nuk ka vonë moment, se na e ka pasi fëmijët e vetë. E marrë vesh. E pranoni, doni ta dëgjoni faljen, e pranoni faljen e Mehmet Toçit? Nuk du ta ndëgjojmë, që s'm ke marrë për këtë punë. Jo, nuk ta marrë për këtë gjë. Jo, pa dëshirën tënde nuk bëjmë asgjë. A do të kishte herë, do të kishte ardhur, kishte bërë mizerë gjithçka. Gjaza ka pas 8 vjetë si fëmijët e vetë, a me bukë, a pa bukë, se ka pas e dinaj, ka dhe beja. Po mbas deklaratës tuaj, familja Toçi, zoti Xhelal është marrë në mbrojtje nga policia. Nuk kishte se si të vinte tek juve. Kur do marrë mbrojtje nga policia? Mbas deklaratës që ju dhatë për kolegun tim Enver Doçi, zoti Xhelal Toçi është marrë në mbrojtje nga policia. A që në momenti që ka marrë vesh, i pare ka marrë vesh, që në momenti që ka marrë vesh, se du të më kësha vërte në ka ndasë këtë gjëna. E qartë, mirë. Këto janë zakonet tuaja? Po. Ka profil, hishmi tja, se kush është ta e kush. Mirë, këto janë zakonet tuaja, unë i respektoj pa fund, falemderit zoti Mehmet që të kisha drejt për së drejti në këtë studio. Për hajtë smive, shke reja gjimi gjenë, me tole, me qështë të shumë mi gjerë, shke reja gjimi. Se nuk më zezë unë mi gjithë natë mi gjerë për që datë mi. E qartë. Zoti Mehmet, në qoftë se do donit edhe këshillën e avokatit ton, zotit Arbensina, unë mund t'ju jap numrin e tij apo avokatit t'i jap numrin tënd, mund të bëni të pamundurën për t'i kërkuar ata fëmijë, por unë të përshëndes nga studio emisionit Me zemër të hapur. Faleminderit. Kish me të si më përdese, u këmë hidhë të biletat, inshallah zëti ma, zëti është para. Të shpresojmë bëhet më të mira për ata fëmijë. Faleminderit dhe të përshëndes nga studio. Përshëndetje dhe zonjën tënde. E ndërprisim këtu telefonatën me zotin Mehmet, pak i ashpër në... Soft me muaj, pak me ty, unë të thash je pak me vonesë Xhelal, por gjithsesi... Mos më la policia dhe sa u shty, atë shty nesër, pa të vratni. Mirë, kalojmë në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit. Zoti Xhelal, si të duk fjala e zotit Mehmet Gjura kur deklaron që edhe ne si gjyshëri kërkojmë ata fëmijë. Por mua nuk më ka njoftuar askush nga Italia. Për të njoftu, unë e di që e ka njoftu në voci mas. Mirë, nuk ka rëndësia është njoftuar apo jo, por edhe ata i kërkojnë. Do jesh i kënaqur ti në qoftë se... Po, lishin e. Gjykata italiane? Po, ja jep atyre, që bët ta firmën unë, vetë viti bo, zvi histu. Okej, edhe diçka, duhet rregulloni marrëdhëniet me Mehmetin, jo vetëm për atë që i ka ndodhur, por në qoftë se gjykata italiane i jep niprit, ti do shkosh ti kërkosh. Niprit ke Mehmeti pastaj. Po me në dhjetë, është si të pranoj. E pesi tha nuk më ka ardhur në momentet e para sa unë njoftua. Se më la policia, se dështë me bëhë dhasja dhe... E kam thënë, thot, në gjak në nëzësi e sipër. Ja, që, bëhë dhasja, që ki unë nesër. Që bës shkova unë nesër, të mërë telefon, jo më të filoni. Po prandaj të thash, disa pjestar të moqëm, ju e keni dhe në tradit, burra me mund të shkojnë afër Mehmet Gjurës dhe ti kërkojnë që ti të shkosh në atë familje, ti japësh dorën, ti thuash më ushtlime. Nuk të njëjtë e luti vëzi mos. Shiko, edhe unë bëra një tentativ, por nuk ishte ky qëllimi i emisionit. Qëllimi i emisionit sot ishin fëmijët. Dhe unë u të roqa. Por ka burra të mençur, dibra sa të duash.
Po nuk shtyme, nuk kum njerë si të shtyë, se duke merë, pa, kërim më i ta bo votime. Unë të shtysh ati qetit. është bërë një vrasje, ashu është. Ta më në është të vretë minë, dhe të shtysh të më zënë. Po mirë, po si do shkosh ti në qoftë si gjykata italiane do t'i japi niprit e tu? Si do shkosh më pas? Në qëse se balo, nuk shkoj. Për të vrao, nuk shkoj. Oke, mirë. Avokat, për ta përmbledhur se më duhet të kaloj edhe në deklaratat të tjera. Sepse problemet këtu janë shumë zakonore dhe problemi është i femrës shqiptare gjithmonë, si që kemi folën për para, e trajtuar si pronë. Merja, dhenja, familje shqiptare duhet ndryshojnë mentalitetin. Po jo vetëm familjet, por edhe vajzat dhe gratë e vajzat shqiptare duhet të shikojnë vetë veten e të mbrojnë veten sepse ka ndryshuar kohët, nuk jemi në kohë akoma në mesjet. E dyta nga kjo që shikohet, duhet familja e viktimës, me fjalë gjyshi i fëmijëve nga nënës, duhet të shkojë, duhet të bëjë kërkesa, duhet të jetë pranë, sepse normalisht aty ka një avokat kryesisht që përfaqëson vajzat e tija në gjykimin penal, ka dhe për fëmijët me fjalë rreth kujdestarisë ose birësimit, do të ketë një avokat kryesisht. Prandaj lidh me avokatin kryesisht që është e mundur të shkojë në Itali vetë dhe të interesohet, mos ta lejë në mënyrë pasive, se po të lihet në mënyrë pasive kjo punë ashtu do shkojë sepse gjykata italiane nuk bën lajmërime jashtë vendit, nuk bën lajmërime jo jashtë vendit, por edhe jashtë kazertës. Nuk bën lajmërime sepse i bën lajmërime tek avukati. Kështu që pra, duhet jenë të interesuar këta edhe sikur të marrë një avokat nga Bari, për shembull, avokati nga Bari do lidhet me një studio, ta them që mos them nga Shqipëria, po nga Bari, do lidhet me një studio në Kazertë që të marrë njoftimet, sepse lajmërimet atje bëhet vetëm me rrethin gjyqësor. Po mirë, këtë ndërmjetësim midis familjes së Zotit Mehmet Gjura edhe kësaj procedure, nuk mund ta bëj dot ambasada jonë në Rom. Ambasada jetë ndihmë për qytetarët e vetë. Ambasada jonë dhe mund ta bëj këtë, por nuk e ka këtë interes siç duket, por nuk është kërkuar nga ana e qytetarit shqiptar që të bëjë diçka e tillë, meqense këta nuk kanë të afërm atje. Meqense të artit të vetëm që janë nga ana e dhëndrit. E autorit. E dhëndrit, e autorit. Tani ky është një problem që është një krim i ndodhur në familje, nuk është problemi se ke me kundërshtarin ose ke me njerëz që nuk e njeh. Jo, më sa mbaj mend unë, familja Gjura Mehmeti ka njerëz në Itali, apo jo? Eleonora ka pasur njerëz në Itali, me sa informacion ka unë. Po pra, po ata janë në veri. Po, nuk është problem. Kudo që të jenë, ata interesohen dhe ata në qoftë se janë një veri kanë edhe më shumë mundësi në qoftë se për t'i marrë, tërheqin prindrit i pra, familja Toçit mos marri Mehmetin, po të marri familjen bëjmë bashkim familjar sepse gjyqët familjarët e Eleonorës janë në Itali. Sido që të jenë, si gjyqët e këta, qoftë se nuk jetojnë në Itali, nuk e japin fëmijëve të dy, ta ketë qartë. Sepse nuk janë gati, do të jetoj dhe atje. Qoftë se janë gati, po do të ketë ardha atje edhe. E të ketë ardha, do të ketë rezidencë në Itali. Ketë rezidencë në Itali, do të bëjë bashkim familjar ose do regjistrohet. Ja, një minutë ka Mehmeti në Itali? Mehmeti kë ka në Itali, djemt? Ja, për stava jo, nuk e di. Vote ka smun. Ndodhet në një gjë e tillë. Po gjetën gjë mund ta bëjnë, për shembull familjarët nga ana e tituar vote të smun. Nga ana e kurse në lidhje me ilaçet, do ta shpjegoj diçka me ilaçet. Nuk është problemi sepse ata kanë kërkuar që të vinë ilaçet nga Shqipëria. Kanë kërkuar vetëm se çfarë ilaçe përdorten në Shqipëri për ta gjetur, për ta kuruar, për të gjetur me ta O bene, a do mbajnë pak përgjegjësi edhe këto bluzat e bardha në Itali që ndryshojnë komplet medikamentin dhe e lëshojnë për 24 orë kryen krimin. Tani problemi nuk është sepse ka ndryshuar ilaçet. Celulzimi ka treguar që ka parë halucinacione atë natë. Dhe medikamentet e kanë këtë efekt? Jo, e kanë këtë efekt, mund të ketë ndryshuar, mund të ketë edhe problemet. Problemi ka qenë aty që ai ndërsa ka qenë i sëmur, më parë do të ishte ndaj të kujdes të familjes. Me fjalë motra, vëllai që është aty, do të kishin qendruar, të kishin gjetur një shtëpi më afër atij, që ta mbajnë ardha, kishin kontroll të paktën, sepse ky problemi është, nuk është problemi sotëm. Nuk është edhe problem ndryshim me fjalë mjekimi, sepse sido që të jetë ajo ka ndodhur diçka, ka ndodhur një grindje midis njëri tjetrit dhe ka kaluar në exagjerim ose e ka vrarë më pas, siç thotë kronika, thotë që ka vrarë në gjumë. Unë të falenderoj, po, ka qenë ora 3 mëngjesit dhe pikërisht në gjumë ka ndodhur gjithçka. Unë të falenderoj Beni që ishe në këtë studio. Zoti Xhelal të bëj një pyetje. Në qoftë se do ta merrni ju kujdestarinë atyre fëmijëve, a do ta lejosh me Gjurën të viti takoj fëmijët? Po. Do t'ja kërkosh ti këtë gjë vetë personalisht? Po, se si du. Në visa etja që bile njën mashllar, se s'u që shpaj mos, se s'u i del. E që ju. Dhe ato është vetë personalisht? Që e mund të studje, e delderoj.
Vitë sa herë dëjt i bojë. Qartë. Mirë, zoti Xhelal, falenderoj që ishe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ne ndajemi këtu, miqtë e mi, por me njëherë regjia do risjelli në vëmendjen tuaj deklaratën me njëherë pas kësaj ngjarje të nënës së Leonorës edhe të babait të saj. Bashkë miru pafshim, takohemi në ditët në vim. Kur keni folur për herë të fundit me të ndjerën ju si baba? Unë pa më ramë të më përëll. Çfarë të tha? I thashëm që i rësi aje me po që për colë, fshin këto shkallën, i fjellën e ajë fshin djesha kështu nga lista i madhi. Po. Ne po të në përshësin, thashëm, si është, me da s'ka qërë me, da ka qërë spital, ka. Kështë po i vend, ka qenë në pronajnë, ka në vetina. Kishe një vit që ishin ndarë? Jo, 6 muaj. Shkuat në gjykatë? Shku me vendin gjukatë, u dha mi fjallë për shkundërzim mi fjallë, e më kërki të kumë bërë gabim me këndën të tuga dhe dhe unë planohë mi fjallë për atë të solë dhe për ashtë unë është kara dakor. Për dhe ma në Itali, sa nuk e marrë këtë dhe për kanona, se dhe për nona ati i ka bërë këtë sa problem. Kishin probleme me vjerën? Ata vjerri me vjerën i kam bërë sa probleme. E që unë i të shqytesh një qeter, hajde mos më të shqeter. Po. Kotë një me të shqytesh një qeter, po, për këta s'këndesh asë një një mi fjallë. Këtë punë vë fatën mi fjallë të banana. Leonora e ndjera ishte martuar që 16 vjeç, apo jo e kishte një orë vetë? Po, 16 vjeç. Ata si e trajtonin? Si e trajtonin pa bukë kanë një. Jo kanë marrë në asistentën, mi fjallë jam mësin në asistentën. Këshim pas të vëtorë ose mosë më shqitës të vëtorë të mraba më dëste. Po në asistentën një këshim marrë, shkone 7 militë të marrë 275 militë që i këmë dirë për shpaja. Nuk u sotë në bukë të ullë, mi fjallë, unë ka një qasa, shkosa, gjeri, e gjithë të pa bukë, pa gojë. Po Lulzimi, qonte të ardhura familjes e Leonorës? Jo, Leonorës, asë mitarë, një sot e bea vetë. Ata e kanë trajtuar keq, prandaj u nda Leonora për para 6 muajsh? Pa, u nda, se u nda, se të ndaj, pa mua e pro këto. Po, parmbrëm, basi ju keni folur me Leonorën dhe ju ka shpjeguar që s'ka qenë mirë Lulzimi, mbas disa orësh ka ndodhur dhe ngjarja. Ti si baba, di që çfarë ka ndodhur? Unë s'di kur një sentishë, një fjallë mi pa punë, me një asistent shajt mi lekshë jam, veti 4. Po e arda mi fjallë, mu sajtë si të një e ka palas, ta fit me mi fjallë, në tisha që janë. Po në mërë një, më mërojnë një shkallë në balajkë, që kështu të kanë lavë. Po kanë lavë. Qështë be? Po më rabe e në, një fjallë ka vdekë, po, për sa shumë në tjë, të mu më batek në një qonë 13 vjeqë. Zonja Natasha, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë jap ngushëllimet e drejtë për drejta për humbjen e Leonorës, dhimbje e madhe e familjes tuaj, vetëm ditën e shtunë e keni përcjell për mbanesën e fundit ku mbriti trupi i saj nga Italia. Nuk e di, fillimisht do doja të dija si është gjendja e familjes tuaj dhe bashortit tuaj, zonja Natashi, zotit Mehmet. Si jeni ju familjarisht? Ne si familjarisht kemi dhimbje të madhe, kemi përjetu shumë keq dhimbjen e vajzës, e qonë për një jetë më të mirë, që në Itali, se këtu nuk kishte kushte. Në qartë. Për me gjithë fëmijët e qonë për bashkë me Leonorën, që nga entja e kaluar, do me thënë Leonora ndrojet me datën 9 tetor, por nga entja e kaluar ju kanë mbritur informacione që fëmijët 4 dhe 6 vjeç janë marrë në mbrojtje nga shteti italian. Përpara se dalim tek informacionet që ne kemi, do doja të dija, zonja Natasha, ju vetë si nën, si e morët vesh lajmin e vrasjes e Leonorës? Ne kemi marrë ditën e mërkur në orën 9 të dakës, dhe kur na erdhën njerëzit e na tregun që kështu, vajzën va ka vrarë buri,
Mbaj mend të zonja Natasha që kanë qenë pikërisht njësi administrative që kanë mbritur në familje të afërm, të cilët e kishin mësuar lajmin që në orët e para të mëngjesit. Ju vetë personalisht... Lajmin e kishin mësu, por ne na ka dëftu vllai im me vllazit e buris. E qartë. Nuk kanë na tregu tjetër kush. Erdhën Parafisi, Mileti, e na tregun dark në ndëgjis darkës, na tregun si kështu ka ndodhur kjo punë, u tristum, sa më qish na kanë gjallë. Po gjithë ato ju nuk ishit parë lajme, televizione, të gjithë flisnin në lidhje me vrasjen. A dit nuk kisha as. Buri ishte në punë bulqiz, vetë isha në shtëpi vetë. E kuptova. Nuk e ndeza televizorin se kisha punë, nuk... Kur erdi qeri buri për pune, erdi në buri vajzës tjetër, e në ki me meti, sa do të qëmë të qofim lajmët në ishte ora 7 gjisë, 7, të qëmë sa të qofim lajmët. E buri vajzës madhe, nuk në qojti ke lajmët, tha dhe qëmë sa ke filmat, ke një film, tha nuk dumë sa që qofim lajme, tha se kemi pa, tha gjithë ditën, jemi dhanfa me lajme. Pra i ishte në dieni dhe prandaj enkas një orë për para se ju të mësonit edhe lajmin e kopshëm, nga vlezrit si tuaj ashtu dhe të zotit Mehmet, Daja dhe Xhaxhallar të Leonorës, që erdhën dhe ju dhanë lajmin. Me sa duket, dhëndri i madh ka ditur gjithë shka në ato momente, por nuk ka pasur mundësi të flasë. E dite. Mirë, do doja zonja Natasha të silleja në memorien tënde si nën. Kur ke folur ti për herë të fundit me Leonorën për para se të mbrinte edhe lajmi i datës nën? Atë natë kemi folë. Që që bënë që të shumë? Ska gjë, zonja Natasha, jemi në transmitim live, gjithë shka mund të ndodhi, ne vazhdojmë bisedën së bashku. Zonja Natasha. Për do shumë i talu me tus. Atëherë, ne flasim, dëgjosh, zonja Natasha. Kemi një problem me sa duket me lidhjen, të mundohemi në këto momente të rikuperohet lidhja e drejt për drejt me zonja Natasha. Zonja Natasha, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë, ti vetë me Leonorën, për para datës 9 tetor, kur ke folur për herë të fundit, e mban mend? Me datë 8 tetor kemi folur një darkë, deri në 10 darkë. Do me thëmë pak orë për para ngjarjes, çfarë të thaj Leonora? Më shkëputur kjo lidhje? Po, zonja Natasha, jemi në transmetim live, të lutem. Mund të flasim edhe në këto kushte, nuk ka problem. Mjafton të dëgjohet zëri yt si nën. Prisim pak çaste, në qoftë se e kam një konfirmim nga regjia, ju lutem. Është rikuperuar lidhja. Nuk kam ende një konfirmim, gjithsesi më thoni në kufje, ju lutem, për të vijuar bisedën me të ftuarit, për kaq pak momente sa zonja Natasha ka pasur mundësi të flasi në emisionin Me Zemër të Hapur, ti jemi live me të, është e kuptueshme edhe emocionet, ajo nuk ka folur kur përballë një kamere, gjithçka jemi live dhe mund të ndodhi, në qoftë se e kam zërin e zonjës Natasha, pa figurën e saj, ju lutem regjia, në qoftë se kam një konfirmim në kufje, mund ta bëjmë këtë gjë? Të ndëgjoj. Okej, zonja Natasha, pak orë për para se të ndodhte dhe tragedia me datën 8 rreth orës 12 të natës, 10-12 ti ke folur me Leonorën. Çfarë të tha ajo në lidhje me veten e saj, me fëmijët, por edhe me lulëzimin? Folur me Leonorën, e pajtëm si ke marrëdhëniet. Bëte darkën, bëjtha darkën, tha sa unë punë, sa dëshkoj, sa bëjtha në bukën, sa për nesër, folëm dhe me fëmijët. Po? Një kora 10 i gjisë, kur i erdi shët që pi pune, e ne mbyllëm atere, se dështë ta e buri bukë, nuk na të regoj t'i gjithë, se jo s'mun, jo kështu, nuk na tha gjëne. Mund të flisnit me lulëzimin, a e pata gjëndjen e ti, kur mbriti nga puna në shtëpijat natë? Muer tha, e mam tha, nuk ka tha probleme gjë, sa një natë para, tha kishte pitha me atë pronari, e kishte që në spital, tha po të shesa shi, është e mam tha, muer tha ka shkom punë. Atëherë, të lutem, zonja Natasha,
Urna. Pra, ju thonin që me datën 8, vajzat të kishte thënë që disa ditë më parë Lulzimi kishte konsumuar alkool me pronarin e punës së tij dhe kishte shkuar në spital. Po, me datë 7. Me datë 7 kishte shkuar në spital. Ju e përshëndetët Lulzimin, nuk pat asgjë të veçantë në sjelljen e tij? Ja, nuk... Ju e keni ditur më parë që Lulzim Toci vuante nga problemet të shëndetit mendor? Ja, nuk ka pas probleme shëndetit mendor. Ai kur e ka pru vajzën këtu, ke shtëpia e ka lënë në Rrugë të Madhe, e ka pru me datë 9 janar, me datë 10 janar, me datë 9 janar e ka pru në orën 10. Po? Kurse me datë 10 janar, në orën 8 të gjys, në ka policia ke shtëpia, e ka thënë që më ka elmu për Leonorën. Po? 10 të gjithë darkës. Pra, Leonora kishte elmuar Lulzimin? Apo familjarët e tij? Vafi e atij që kishte shku në spital që ka thënë më ka elmu për Leonorën. Pra, akuzonte Leonorën për një elmim të tij? Po, qish me datë 10 janar. Leonora ka ardhur me datë janar, me 9 janar ka ardhur këto ke shtëpia. Po, dhe në atë moment bënte divorcin, besoj. Po, kur na tregoi policia ne tristum, qish ne që na kanë gjata që ka policia këtu. Po. Erdhën policia në thanë, komi në koshi me shok të vetë, këta tha nuk din gjë, tha se qish o bët, qish o këthej. Vajzën e kisha në shtëpi një ditë përpara, kurse dhëndrin e kishte lënë vajzën në rrugë me gjithë dy fëmijë, ai ne kishte shku ke baba vetë, ne si të mrama në darkë, në 8 të gjithë të darkës, na e policia na tha që është smunë, është në spital. U grejt me meti bashkë me Leonorën, morë makinë e në shkumë për shkopi në spital. Ani ka reagu, e ka thamë me meti qarë ke, a i ka reagu, ka thamë më ka elmu vajza jote. U bën analizat të gjitha në Tiranë e gjithë, a i dun i pa elmu. Po vajza ishte ku unë. Nuk kishte të bënë se çka bëha atje, me babë vetë, me nënë vetë, një ditë për para, një ditë mrapa, mas i ka ardhur policia, nuk e dim na. Vajzën e ka pru për të net për 3 net ke shtëpia, e ne nuk erdhë. Ne si të mrama, vetë kur na ka ardhur policia në shtëpi, na kanë thënë që është i elmu. E ka elmu Leonora. E qartë, në gjitha të kjo situatë u zbashoni ju. U qartësua, kjo situatë u qartësua, pra Lulzim Toci në fillim të këtij viti, në janar, nuk ka qenë i elmuar, thoni ju, pavarësisht akuzave. Jem bë analizat, jem bë... Qartë. Po, e ne u grejt me mejt i shkëjt ke shtëpia prap, që ti thot, për vajzën ato thanë jo, nuk e pranojmë, tha ma, dhvin tha vajza ke, ne u bëm divorci. Shiko, mbaj mend nga biseda me zotin Mehmet, me bashortin tuaj, ka thënë dhe ka deklaruar që fajtoria kryesore në divorcin dhe në problemet e Lulzimit me Leonorën ka qenë vjera. Vjera se nuk kam pranua ata që të bashkohen prapë fëmia. Po kush janë ata që duhet vendosin se kë duhet të marrë apo të lërë Lulzimi si bashkëshorte? Ajo ishte nëna e 2 fëmijëve. Ishte nëna e 2 fëmijëve, po ajo gjallja tine pat të nanën e babë, nuk kishte i vendosur. Që pun u bë, divorcin e api vetaj, nuk e apëm ne. Divorcin e ka apë vetaj, nuk e kemi apë ne. E qartë, po? E ne, marre puna me divorc ashtu, erdhe kërkëjti vajzën prap. Kur e ka kërkuar vajzën prap? Sa ko pas divorcit? Mas 6 muaj që ka kërku vajzën. Drejt për së drejti Lulzimi Leonorën apo prindrit ndoshta me juve? Si e kërkoj Lulzimi? Jo, Lulzimi me prindrit nuk kemi folic ne. Vetë Lulzimi drejt për drejt erdhi tek ju? Lulzimi ka qenë bashkë me mizën e vetë, edhe një vot jallës Lulzimit na ka marrë telefon për Italie, ne tha respektojmë tha Leonorën, tha se ne ka majtë gjishën tonë. E ne dumë tha që të bashkohen, sa për atër të fëmijëve, sa të bashkohet Leonora me Lulzimi. E na e bashkë me mizën e vetë, në ratha i kam bë gabim, sa do t'i marrë tha fëmijët sa të qe. E ne ja dhanë fëmijët me 11 korik,
i kam përcjell fëmijët për në Itali. Po. E ne shkona që në gjetën shtëpi, punashin të dinjë sa filloi shkolla. Po. Si shkon fëmijët në shkollë, e la Leonora punën se dëshin fëmijët të shkon njënin kopë, njënin shkollë, e kishte lartë. E në punateve buri. Po. Mu të se nuk më intereson se qisha bëtë, qisha kthej. Qartë. Ne duhet se të dim se ku ndodhën Nipri. Po. E ne, drejtësia ka bën punën e vetë. Ne nuk tim. E Ne qartë. duhet se të komunikojmë me fëmijët, që të mësojmë fëmijët e vajzës. Atere, nga data 9 tetor në fillim të këtij muaji dhe deri në momentin që po flasim bashk, ti vetë personalisht ke folur me fëmijët e Leonorës, sepse një farë kohë kur ne bëm emisionet e para, fëmijët ishin me xhaxhain e tyre, me vllajën e Lulzimit edhe me bashorten e tij. Një natë para se ti merr shteti, Po, folëm me fëmijët. të mërkurën, ke folur me fëmijët. Po, Po, folëm me fëmijët, ditën e enjte ndakimi fol me fëmijët, se ditën e xuma premte i ka marrë shteti fëmijët. e qartë. Atere, ditën e premte fëmijët janë marrë nga shteti italian, ndërkohë ju keni folur me fëmijët vetëm 24 orë përpara. Nëpërmjet kujt flisnit? Nëpërmjet artit, xhaxhait, sepse ato që ndronin tek Nëpërmjet shteti. punatës, Nëpërmjet punatës, Gentës, bashortes së artit, apo jo, në mos gaboj. Na kërkoshin fëmijët. Ju kërkonin, çfarë thonin fëmijët në përbiseda, sepse fëmijët kanë qenë prezent kur babai i tyre ka vepruar ndaj vajzës tuaj. Ne nuk i kemi pajtë fëmijët, se ishin të traumatizuar fëmijët, nuk i kemi pajtë se çka ndodh, çka bë, vetëm ne A tregonin fëmijët vetë, sepse ju si gjyshër është normale të mos e pyesnit, por fëmijët vetë flisnin? Po, folshin fëmijët me ne, në bile në kërkoshin. Flisnin për ngjarjen dua të di. Jo, nuk i kemi pajtë fëmijët qitë për ngjarjen, si çka ndodh, se çka bë. Fëmijët e kërkonin nënën, e kërkonin Leonorën? Po, fëmijët e kishin kërkuar se na dëftoi ti Gerta. Qartë. Ata i kishin thënë se mami në spital, në çoni ke mami, kishte thënë. Mami në spital nuk na lanë që ke mami në spital. E qartë. Po për babain pyesnin? Jo, për babain nuk pyesnin fare. Jo, hiç për babën. Ndërkohë kunata e Leonorës, çfarë tregonte në lidhje me fëmijët? Si ishte gjumi i tyre, e përditshmja e tyre, përveç këtyre pyetjeve? Ajo tha, misa 3 më natën, bila ditë që kimi varos vajzën, a ditë sa ve kam qatha gjithë ditën sa fëmijët, të gërku mami. Ku shkojmë sa në për dyqane, na për lënja, sa këto kemi qenë me mami, të shej sa jem detyru, sa që të mos i qema fëmijët sa në për dyqane, sa ku kanë qenë me nanën e vetë, se gërkojmë sa nanën. Pra, në të gjitha destinacionet në Caserta, në zonën e Napolit, në Itali, fëmijët kujtojnë çdo detaj me nënën e tyre, prandaj edhe zonja Genta, cilën duhet ta falenderojmë për sa ka bërë në lidhje me ata dy fëmijë, apo jo. Edhe në emrin tuaj besoj zonja Natasha. Po, faleminderit që ka marrë si fëmijët e vet. Po Geta nuk na ka faj, nëse fajti pa baba fëmijëve. Na ka pa kërkuar. Jo vetëm Geta, po kërkush, fajt e ka baba fëmijëve. Ne të shëjnë, për deri sa i ka marrë shteti, ne dumë të komunikojmë me fëmijët, të lidhemi me fëmijët që të mos e humbin gjakun e vajzës.